Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Para se të filloj dua t'ju lajmëroj mungesën time, pse ndodhi ajo, nga që jam operuar prapë dhe një herë. Për ata që nuk e din, kam thënë që vuaj nga shpinë dhe kjo është arsyeja e vetme që kam munguar. Por këtë lexim të dashur binjakë e kam bërë me titullin Tregimi mbylljes së vitit, para se lexojmë atë të vitit të ri. Po fillojmë me 9 të monedhës. Shikoni këtu, 9 të monedhës të dashur tregon që viti që po mbyllet të ka treguar absolutisht, të ka dëshmuar që mund t'ja dalësh edhe vetëm. Ka ndërtuar diçka për veten, që kjo nuk do thot vetëm atë që mund t'ja dalësh vetëm, kjo tregon dhe pavarësi, do fitoni një lloj pavarësie, vetbesimi, një ndjenjë që unë e kam kontrollin. Por kjo letër nuk flet vetëm për arritje, flet edhe për distancë. Ke zgjedhur ndoshta shpesh të mos varresh nga askush, edhe kur ndoshta do të ishte më e lehtë të bashkëpunoje. Dhe nga kjo pavarësi kalojmë te 6 të shpatës. Kjo lëvizje e heshtur që e shikoj, apo tani pak para fund vitit, lëvizje e heshtur që ke bërë tani, që ke bërë apo që do ta bësh tani, i larguar nga mendime, situata apo njerëz që të lodhnin mendërisht. Binjak. Nuk ka qenë ikje dramatike absolutisht, por zgjedhje e qetë. Këtu nuk më shërben më. Ky tranzicion ka qenë i domosdoshëm për ju, për të pastruar kokën dhe për të mos e marrë kaosin me vete në vitin që po vjen. Ndërsa largohesh, shfaqet power, forca, freja e quajmë ndryshe, këtu rikthehet forca, jo ajo që bërtet, por ajo që e di çfarë do. Freja të kujton se fuqia jote nuk është të bësh gjithçka njëkohësisht, por të drejtosh energjinë në një kahë. Binjak, viti i ri nuk të kërkon më fleksibilitet pa kufi, të kërkon drejtim të qartë. E gjithë kjo mbyllet me mbretin e shkopive. Është figura e unit të ri, si quhet ndryshe, një version i jot që mendon më pak dhe vepron më qartë. Nga shumë ide zgjedh një, nga shumë plane, siç tham, jo më të jemi aq fleksibël për çdo gjë gjithkund dhe për secilin, jo. Kësaj radhe sikur të kërkohet nga ato shumë plane të ndërtosh një rrugë. Ky vit të ka mësuar çfarë nuk funksionon. Viti që vjen të kërkon të udhëheqësh jetën tënde me vendime, jo vetëm me mendime, me vendime, dhe të jeni të qartë, një rrugtim, një vendim dhe një drejtim. Viti i ri nuk të kërkon më shumë pra opsione, të kërkon zgjedhje të fortë, mos u shpërnda binjak, mos u kthe pas për të shpjeguar pse u largove. Absolutisht nuk ke pse. Kur mendja qartësohet, besojni që veprimi bëhet shumë më i thjeshtë. Të dashur binjak.